që tashmë të kalonim në korridorin më të rëndësishëm ndoshta për rajonin ton, që është korridori 8. Korridori 8, i cili ka si qëllim ndërlidhjen midis Italisë, pavarësisht se në mes ndodhet deti, midis Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë. Një korridor i rëndësishëm i infrastrukturës rrugore hekurudhore, një korridor shumë i rëndësishëm energjetik, pra i linjave transmetimit, por mbi të gjitha një korridor i rëndësishëm i sigurisë. Korridor i rëndësishëm i përdorur nga forcat e Aleancës Atlantike, Euroatlantike, të cilat sigurisht përbëjnë tashmë një komponent shumë të rëndësishëm dhe është dukur e gjithë rëndësia e këtij korridorit përdorur nga forcat e NATO-s gjatë periudhës së vitit 2022, në kohën e agresionit, kur agresioni rus nisi ndaj Ukrainës. E thënë kjo, duhet kuptuar që ky korridor nuk ka vetëm këtë rëndësinë e infrastrukturës rrugore dhe të gjithë mbështetjes ekonomike që do t'i japi zonave të cilat përshkon, apo lidhjes rajonale, por krijon edhe një ndërlidhje me një nga planet më agresive dhe ambicioze që Shqipëria ka për ndërtimin e një baze militare në zonën e Porto Romanos, në të njëjtat ambiente, pra dhe zonë me portin komercial të ri Porto Romanos, ndërtimin e një baze të NATO-s. Lega i Elbasan është pjesa e parë e këtij korridori, e cila ndërtohet në këto momente, e ndarë në 2 faza. Jemi duke ndërtuar fazën e parë prej 19 kilometrash, për shkak të gjeologjisë shumë të mirë, duke qenë se e gjithë kjo rrugë shtrihet në luginën e Shkumbinit dhe gjeologjia na ka favorizuar në këtë rast. Do të thoja që të gjitha kantierët që përshkojnë këtë segment janë në funksion të plot, ecet me shëndrueshmëri, pa problematika dhe nuk kemi probleme të paparashikueshme. Në ndërkohë që parashikohet që këto kantiere të dorëzohen në pranverën e vitit 2026, duke krijuar kështu bllokun e parë të 19 kilometrave, të cilat do të lidhin Elbasanin me Rogozhinën, pra me nyen e Rogozhinës. Edhe këtu, sigurisht parametrat janë të një autostrade të kategorisë A, me 130 km në orë shpejtësia e kësaj autostrade, dhe nga ana tjetër duhet thënë që do të lidhet me bypassin e Elbasanit, një nga veprat infrastrukturore më të rëndësishme, jo vetëm për infrastrukturën e përgjithshme, pra për inventarin e autoritetit rrugor shqiptar, por edhe për zhvillimin e një zone shumë të rëndësishme si Elbasani, por do ndalemi pas pak tek bypassi i Elbasanit. Shndrojmë tek korridori blu, tek korridori i 8, dhe në korridorin e 8, sigurisht, ne kemi nisur më përpara se faza nga Elbasani në Lekaj, kemi nisur ndërtimin e segmenteve nga Elbasani në drejtim të kufirit me Maqedoninë e Veriut. Jemi duke punuar aty në të gjitha segmentet e hapura tashmë, sigurisht që në atë zonë gjeologjia është shumë më sfiduese se në krahun tjetër, duke qenë se jemi duke ndërtuar edhe vepra arti të cilat kanë komplikacionet e tyre, siç është rasti i disa tuneleve, të cilat ne kemi në atë zonë, por gjithashtu ecuria është e mirë dhe duhet pasur parasysh që një pjesë e këtyre akseve tashmë janë dorëzuar. Punohet aktualisht në segmentin nga Elbasani deri në daljen me kufirin, pra siç u thash, kemi vendosur që dalja të jetë në Bushtric, është bërë një punë e përbashkët me autoritetin rrugor të Maqedonisë të Veriut, kemi gjetur pikën më të afërt për të bërë daljen e re, dhe këtu duhet ta them që nuk
do të preket dalja nga Qaftana. Qaftana do të vazhdojë të jetë një pikë kufitare, por pika e re e Bushtricës ofron një dalje me shpejtësi më të madhe, e cila do të arrihet përmes një tuneli 6 kilometra që ndahet midis dy vendeve dhe sigurisht bën më të lehtë lëvizjen e automjeteve të tonazhit të rënd, duke pasur parasysh që ne kërkojmë që të lidhim portin e ri të Durrësit me Maqedoninë e Veriut dhe deri në portin e Varnës në Bullgari. Tuneli i Mirashit, i cili e kemi vizituar para pak ditësh në një inspektim me kryeministrin, është duke ecur mirë, është një gjeologji, siç u thash, sfiduese, po pa krahasim me ato çka kemi kaluar më përpara dhe besojmë që do të qëndrojmë në afat të dorëzimit edhe në këtë kontratë, duke përmbyllur kështu pastaj të gjithë lidhjen deri në bypassin e Elbasanit. Bypassi i Elbasanit, i cili është një vepër që e ka një projekt të detajuar, kemi nisur procesin e aplikimit për financim në bankat e huaja. Parashikohet që të jetë një projekt që ka një kosto rreth 250 milion euro dhe çka është më e rëndësishme përveç faktit që është nyja më e rëndësishme e korridorit të 8, pasi lidh nyjen e Rogozhinës me pjesën veriore të korridorit, nga ana tjetër krijon aksesin e autostradës nga Tirana në Elbasan, por mbi të gjitha do të krijohet aksesin e plot në zonën ku do të ndërtohet automotoparku ose ndryshe pista e Formula 1-s, që do të jetë një tjetër nukël zhvillimore në Republikën e Shqipërisë për ta vendosur në një nivel tjetër, qoftë edhe në atë të automotosportit. Në ndërkohë, do desha të kaloja në disa projekte tjera, të cilat janë zhvilluar tashmë një pjesë e tyre, një pjesë janë në proces, siç është rasti i rrugës Karadziç-Delvin, një rrugë prej 44 kilometrash, e cila mban edhe një nga tunelet e para të dorëzuara, ata të Skërficës, ndërkohë që është vazhduar edhe me rrugën që çon deri në Delvin, duke e përfunduar kështu aksin në mënyrë të plotë dhe duke i dhënë korridorit të 8 edhe korridorit të blu edhe një mundësi tjetër, pra me lidhjen direkte me pjesën e Delvinës dhe më pas me daljen në Sarand. Ndërkohë, akset të tjera dorëzuara është aksi Orikum-Dukat, i cili tashmë është në funksion nga vera e vitit kaluar, një aks i cili lidh portin e jateve me urën e Shënelizës, duke krijuar kështu akses direkt në tunelin e përfunduar të Llogaras dhe duke shkurtuar kohën nga aeroporti i Vlorës, pasi ky është synimi kryesor, pavarësisht se përfitimet janë të ndryshme për të gjithë hoteleri turizmin e zonës, edhe atë malor madje që ka të bëjë me parkun e Llogaras. Nga ana tjetër, synimi kryesor është lidhja e tunelit të Llogaras me rrugë të drejt për drejt me aeroportin e Vlorës, duke shkurtuar kështu kohën në më pak se 45 minuta. Një nga kërkesat kryesore që kanë pasur të gjithë investitorët e huaj për të investuar në jug ka qenë koha midis aeroportit të Vlorës dhe vendit ku ata mund të ndërtojnë, që duhet të jetë më pak se 45 minuta, gjë që e ka ofruar e gjithë kjo kuror e infrastrukturës e ndërtuar në zonën përreth. Tuneli Llogaras, operativ gjatë vitit të kaluar, gjatë sezonit, ashtu siç e hapëm, tashmë totalisht i përfunduar me të gjithë komponentët e tij, edhe me tunelin e emergjencës, përpunon gjatë një dite normale 7.000 automjete në ditë, ndërkohë që gjatë fundjavës deri në 14.000 automjete në ditë, kjo sipas shifrave që kemi pasur vitin e kaluar, por duhet parë dhe si vjet unë besoj që do të ketë edhe shumë më shumë. Në ndërkohë, ne kemi dorëzuar gjithashtu aksin Palaz-Dërmi, një aks i cili ka facilituar të gjithë lëvizjen në zonën e parë të Rivierës pas tunelit Llogaras, duke krijuar një çlirim të trafikut dhe aksese të mirëfillta dhe të shpejta në të gjitha zonat e hotelerisë që janë ndërtuar tashmë.
Në ndërkohë që kemi nisur nga puna në bashkëpunim dhe me kërkesë të Bashkisë Sarandës dhe duke marrë parasysh të gjithë problematikën e trafikut të rënduar dhe të mënyrës se si Saranda si qytet është projektuar, hyrjet e munguara dhe gjithçka tjetër, kemi vendosur që përmes një projekti